Bigën. Përshëndetje për gjithë, i nderuar Kryeministri i Republikës Kosovës, zot Vladimir Putin. Të nderuar kandidat për deputet, aktivist, përfaqësues të institucioneve, simpatizant të lëvizjes vetëvendosje, mirë se keni ardhur dhe mirë se e gjejmë njëri tjetrin këtu në Fushë Kosovë. Fushë Kosova e pret me nder dhe me krenari Kryeministrin e Republikës Kosovës, njerit kryetarin e lëvizjes vetëvendosje zot Vladimir Putin. Njeriu që ktheu besimin e qytetarëve në shtet, që dëshmoj se qeverisja mund të jetë ndershme, e drejtë dhe në shërbim të qytetarit. Sot e kemi një Kosovë më të fortë, më sovrane, më të respektuar ndërkombëtarisht dhe me institucione që punojnë për interesin publik. Kjo nuk është rastësi, kjo është rezultati i punës, përkushtimit dhe vizionit të qartë për një shtet që i shërben qytetarëve të vet. Të dashur qytetarë, kur morëm përgjegjësinë për të udhëhequr komunën e Fushë Kosovës, gjetëm shumë sfida. Mirë po, nuk kemi ndetur. Ju kemi përveshur punës dhe vlerësh mund të themi për sukseset tona, dua t'i përmend disa prej tyre, ku me 20 shkurt me mbështetjen e qeverisë Kurti themeluan ndërmarrjen lokale Fushë Kosova, një projekt historik që do t'i japë komunës një projekt i cili do t'i japë komunës me shumë shërbime, me kapacitet më të lartë dhe më shumë kontroll në zhvillimin e saj. Kemi nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me ministritë të ndryshme, siç janë me Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Kulturës, me Postën e Kosovës, Telekomin e Kosovës, Kekun, Infrakosin, Trajnkosin, KRM, Prishtinën dhe Agjencionin për Punësim të Kosovës, duke krijuar partneritete që nuk kanë ekzistuar më parë dhe që e vendosin Fushë Kosovën në qendër të investimeve dhe zhvillimit. Por kjo është vetëm fillimi. Bashkë me qeverinë e Republikës Kosovës në mbështetjen e kryeministrit kemi projekte për Fushë Kosovën, ku ndërtohet grojat qendrore përmes kogenerimit, unazën e jashtme dhe të mbrëmshme të qytetit, sheshin e qytetit, kopshte dhe shkollat reja, 9 prej tyre, kampusin e shkollat mesme, që KMF-n e re me cilin e kemi nënshkruar me Ministrinë e Shëndetësisë dhe pritet projekti, objektin për hospicën, shtëpinë e kulturës, objektin për zjarr feks dhe funksionalizimin e këtij shërbimi në Fushë Kosovë i cili nuk ekziston, mbështetjen dhe shpalljen me interes publik të ngastrave të nevojshme për zhvillimin e objekteve, për ndërtimin e objekteve dhe zhvillimin e shërbimeve të cilat nuk kanë ekzistuar të ne, që janë pronat të AKP-s, planin e ri zhvillimor të komunës. Këtu dhe shumë investime tjera që të bëjmë në Fushë Kosovë, do ta bëjmë një qytet modern, funksional dhe diritës për secilin qytetar. Këtu nuk janë premtime boshe, këtu janë projekte për të cilat tashmë po punohet dhe një ekip e tërë është duke punuar për to. E këtu projekte për të realizuar, Fushë Kosovës i duhet një zë në kuvend. Ai zë është doktor Naim Bardishi me numrin 60. Ashtu kështu pozicionojmë 60%, doktori ka numrin 60, një shembull për për qytetar e këtij vendi se si duhet vendi dhe si duhet punohet për vend. Doktor, faleminderit për kohën që ke kushtuar për neve e të konsiderojmë mësues tonë. Kam derën dhe kënaqësinë që para jush të ftoj Kryeministrin e Republikës Kosovës që të shpalos programin. Kryeministër, Fushë Kosova ja qiti Bigën. Krejt për shtet për drejt. Fjala është e ju.
të dashur qytetarë të Fushë-Kosovës, faleminderit shumë që na keni bërë bashkë, keni nda kohën edhe keni ardhur në këtë tupim, kur na ndojnë vetëm 5 ditë nga 7 qershori, atëherë kur votojmë bashkë e shumë, kur fitojmë shumë e bashkë, edhe kur festojmë Fushë-Kosova dhe krejt Kosova për fitoren e numrit 1-6, i cili na bën bashkë 4 subjekte